Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nari wa ba'd. Vëllezër të nderuar besimtar, fillimisht Allahun e Madhërisëm e falenderojmë. Falënderimet, lavdrimet, madhënimet më të mëdha Allahut i takojnë. Salavat e selamet, përshëndetjet më të mira Muhamedit alayhi salatu vesselam ja dërgojmë familjes, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve musliman që e ndjekin rrugën e tij deri ditën e Kiametit. Vëllezër të nderuar, sonte dëshiroj që të flas rreth vlerës së muajve të mëdhoj, muajve Rexhep, Shaban dhe Ramazan. Para disa ditëve ose disa javë, shpesh na kanë thirrë në telefon edhe vetëshin a kena hin 3 muajt a jo. Disa telefonata e shkruajshin njerëzit. Edhe unë dësha me fol rreth këtyne 3 muajve. Çka janë ato 3 muajt, kush janë, edhe përse veçohen, megjithse te popullata janë dihet çmki njerëzit vetin, a kena hin 3 muaj a jo. Po desha të flas diçka pak më tepër rreth këtyne 3 muajve, rreth vlerave të këtyne 3 muajve dhe rreth disa rregullave, disa gjanave që kanë bojnë me këto 3 muaj. Fillimisht, kush janë këto 3 muajt që njerëzit po vetin a kena hin këto 3 muajt a jo? Këto muajt janë muaj Ramazan edhe 2 muajt përpara. Do me thonë muaj Rexhep, Shaban edhe Ramazan. Ramazani dihet muaj më i madh, po edhe këto 2 muajt përpara janë muaj të vlefshëm gjithashtu. Allahu i Madhërisëm qashtu e ka bën që disa kohra i ka dallu prej kohave tjera, disa vende si vendet e shenjta i ka dallu prej vendeve tjera, disa njerëz sikur pejgambert e Zotit i ka dallu prej njerëzve tjerë. Edhe gjithashtu Allahu i Madhërisëm edhe disa muaj i ka dallu dhe i ka veçu prej muajve tjerë dhe i ka bën pak më ndryshe, pak më të veçantë, me disa rregulla më të veçanta e kështu me radhë. Me disa vlera më të veçanta e kështu me radhë. Tash ne që disa ditë, sot jena ose i 14 ose i 15 të muajit Rexhep, veç kena hin që 2 javë i bjen në 3 muajt. Njerëzit që kanë vetë, do me thonë veç tash kena hi, se njerëzit si zakon vesin për me nis me agjeru, me nis në i hatme, të Kuranit, e kështu me radhë. Veç kena hi këto 3 muajt për qatë arsye, po është arsyeshme me fol për këto 3 muajt. Me i kushtu një ligjerat, me i fol disa gjana që janë të rëndësishme për këto muajt. E këto muajt, fillimisht tash jena në muajin e Rexhep. Muaji Rexhep, përveç se është në mesin e 3 muajve të mëdhoj, bashkë me Ramazanin dhe muajin Shaban, gjithashtu edhe është një prej muajve të shenjta. Tash, muajt e shenjta janë diçka tjetër prej këtyne 3 muajve. Muajt e shenjta janë 4, e muaj që tash na jena në këtë muaj është një prej çatyne muajve. Allah e ka thënë në Kur'an, në kapitullin surën Teube, ajeti nr. 36 dhe ka thonë kështu: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna iddata ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha 4 hurum. Dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Në këtë ajet të madhënishëm, Allah i madhënishëm thotë: me të vërtetë numri i muajve të vitit tek Allahu i madhënishëm prej asaj dite që e ka kriju tokën edhe qiellin është 12 muaj. 12 muaj. E prej këtyne 12 muajve, 4 prej tyne janë të shenjta. Hurum, Allah e ka thënë në Kur'an. Kur e themi fjalën të shenjta, duhet të ndalem pak këtu. Do me thonë fjala e shenjtë përdoret për shumë gjana. Vendi i shenjtë është e cekut në Kur'an, Beledul Haram, Qabja edhe Medinja është për qëllim. Allahu prej emrave të tij është El Quddus. Nuk është sikur fjala El Haram,
Kudus është diçka i lartësuar edhe i shenjtë. Ne shqip çat fjalë kena i shenjtë edhe krejtë ju thënë i shenjtë, ama shenjtëria e Allahut me shenjtërinë e njerëzve dhe të vendeve dallon. Sikur që dallon jeta e Allahut me jetën e njerëzve. Jeta e njerëzve është e kufizuar, njerëzit një ditë vdesin, Allahu nuk vdes asnjëherë. E kështu me radhë. Edhe kjo fjala i shenjtë do me thonë muj i veçantë, muj me vlera, muj jo sikur muj tjerë. Edhe vendet që janë shenjta janë që këtë kuptim e kanë, që në Mekë për shembull njerëz ban me shkel as mizën, as nuk ban me mbyt as pllumin e kështu me radhë. Në vende tjera dallon rregullat. Për këtë arsye disa vendeve dhe disa mujve ju thonë të shenjta. Edhe kjo është një prej 4 mujve të shenjta, domethënë muj Rexhep. Edhe Allahu i Madhërisht ka thonë 4 janë të shenjta, prandaj në këto muaj mos i bëjni vetes tuaj zullum. Si i bëhet vetes zullum? Zullum i bëhet vetes njëri kur e ngarkon veten me gjunohe, me harame. Atëherë i ban zullum vetes, kërkuj nuk i ban keq, vetes i ban keq. Edhe të keqen ja sheh, ndash në dunjë ja sheh vet. Për çfarë Allah ka thonë mos i bëni këto muaj pa drejtësi vetes. Gjithashtu është cek në hadith kjo punë. Pejgamberi alayhis salam ka thonë me të vërtet, inë zeman ka distedaraka hej jo me khalek Allahu semawati wal ard. Ka thonë me të vërtet, toka u ka rrotullu dhe u ka sjell dhe ka ardhur prapë në çat vend, çashtu sikur që e ka kriju Allahu prej ditës parë. Ka thonë viti i ka 12 muaj, prej tyne 4 janë të shenjta. Ka thonë prej tyne janë muaj Rexhep, që ne jena në këtë muaj. Domethënë muaj Rexhep, ne veç kena hin muaj në Rexhep, është për dallim prej mujve tjerë është muj i shenjtë. Këtë hadith e ka transmetuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Kur ka thonë pejgamberi alayhis salam për këtë hadith çka ka desh me thonë. Pejgamberi alayhis salam ka kallëzuar që Allahu i ka caktuar 12 muaj mas parit vitit. E njerëzit masanej e kanë marrë prej asaj që u ka shpall prej Allahut. Edhe jo rastisht në shumë kalendara, viti i ka dash muaj honor, hijri, i ka 12 muaj, përndash në Gregorian i ka 12 muaj, edhe në disa kalendara tjera ka 12, se këtë Allah e ka caktuar për në fillim. Masanej, prej këtyne 4 janë të shenjta. Një prej tyne është ki muj Rexhep që ne jena në këtë muj. Ki hadith kallëzon për rëndësinë që e kanë këto muj, për vlerën që e kanë, për ato që janë shumë të veçantë. Do me thonë, përveç muj të Rexhep, muj shenjt është edhe muj Muharrem, muj Dhulqa'de dhe Dhulhijje, do me thonë mujt e haxhit që i thojnë, para se me hin njerëzit në haxh, veç hin ato mujt e shenjta të haxhit, do me thonë ato janë 3 rend, i 4 është veçmas, mesin e mujve tjerë të vitit. Çka është dallimi i këtyne mujve? Ka thonë Abdullah ibn Abasi, djali i mixhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe turgjumani i Kur'anit, përkthyesi ose komentatori më i madh i Kur'anit, ka thonë, Allahu i ka dallu, i ka veçu disa muj, 4 muj prej mujve të vitit, edhe në këto muj Allahu e ka bë që harami të jetë më i rëndë, edhe Allahu vlerat apo veprat i shpërblen me sevape më shumë. Domethënë kjo e dallon këtë muj në Rexhep, se njeriu nuk ban me i bë vetit zullum, se zullumi është më i madh se sa në mujt tjera. Nuk ban vetin me ngarku me harame, se harami është më i madh se sa në mujt tjerë. Sikur që në Qabe, për shembull, nuk ban me i bë disa vepra, për shembull thojt, normal është e lejuar me i prej. Në Mekë nuk është e lejuar në kohë haxhit, e kanë fjalën dhe në kohë umres. Nuk është e lejuar me i prej. Për shembull flokt është e lejuar me i prej, ama në Mekë nuk ban me i prej. Kur është muj haram, ose i shenjtë, ose i veçantë, atëherë janë do rregulla që i vlen më ndryshe prej vendeve tjera dhe prej mujve tjera. Dhe muj Rexhep është çashtu. Haramet, për shembull, sikur çdo vit, sikur çdo muj, harami është haram, ai nuk bëhet halal. Mirë po në këtë muj është më i rëndë. Gjithashtu, edhe shpërblimet apo sevapet në këtë muj shpërblehen shumë fishohen shumë ma shumë. 2 rekat namaz në këtë muj janë më të vlefshme se 2 rekat në mujt e tjera të vitit që janë mujt e randomta. Edhe një
ditë agjerimit nafile që agjeron në këtë muj është ma me shpërblim, ma me vlerë se sa një ditë nafile që agjeron gjatë vitit prej mujve tjera. Edhe ki muj, prej veçorive tjera, këti muj që jena tash, muj të Rexheb, është se në këtë muj tash ne veç jena afru Ramazanit. Ka mbet parafërsisht edhe një muj e gjimës ose pak ma tepër me hinë Ramazan, një muj e 3 javë, ose që kështu diçka. Transmetohet se sahabet, shokët e pejgamberit a.s. për mujnë e shenjtë Ramazanit, janë pregadit 6 muj për para, dhe e kanë prit Ramazanin, janë pregadit fillimisht me mend, me trup, me nijet, me zemër, edhe e kanë prit shpirtnisht, janë pregadit për Ramazanin. Ne tash veç mo kena hinë këtë 3 mujshin, jenë afru shumë Ramazanit, edhe tash ne duhet me njësë mu pregadit. Edhe ndryshe, djetarët i thojnë mujtë Rexheb, i thojnë muji i mbjellës farës. Si ashtu? Ka thonë, në mujnë e Rexheb, njeriu e mbjellën farën. Në mujnë e ardhshëm, mujnë Shaban e ujit, me uj, edhe në mujnë e në Ramazan e korë, atë që e ka mbjellë. E tash, kanë thonë djetarët, nëse njeriu nuk e mbjellë tash në Rexheb, edhe nuk e ujit mujnë e ardhshëm Shaban, ai nuk ka mundësi me korë në Ramazan. Për qatë, nëse ne dojna me korë në Ramazan, atëherë duhet me janis prej tash, prej sot, prej këti muj, mu pregadit për mujnë e shenjtë të Ramazanit. Prandaj, në këtë muj duhet njeriu që me janis me pregadit zemrën, një jetin, që me pas fillimisht sinqert vetëm për Allahun e madhnishëm, edhe për kërkan tjetër. Masa nej, mi bo veprat e mira, si pas asaj që ne kam cue i dërgu i dosh Muhamedi alayhi salatu wassalam. Në këtë muj, njeriu duhet me janis mu pregadit për Ramazanin, e në këtë muj, puna ma e madhe që mund e ban njeriu është që t'i len haramet, të pendohet sinqerisht të Allahu dhe të largohet prej harameve, se në këtë muj haramet janë më të mëdha se në muj tjera. Masane tjetra, prej gjanave që duhet mu pregadit është se njeriu duhet me janis ka pak në dit ati këtu me agjeru, në të hanë, në të ejte, ose në dit tjetër, me janis në hatme, mu bo gati për në Ramazan, e kështu me radhë që kur të vjen Ramazani, a i ma veç është i pregaditur. Pastaj, pas muajit, Rexheb vjen muaj tjetër, do me thonë muaj para Ramazanit, muaj Shaban. E muaj Shaban gjithashtu është i veçantë prej muajve tjerë, se në këtë muaj pejgamberi jon alayhi salatu vesselam mas shumë ti ka agjeru nafile, vullnetarisht, jo farzin, farzi është në Ramazan, dihet ajo. E i kanë thonë ja Rasulullah, po shohmi që po agjeron shumë, jo çdo ditë, po thuj se shumicën e ditëve, kanë thonë po shohmi që po agjeron shumë, ka thonë pse kështu? Ka thonë ki muj që jena, ka thonë muj Shaban, që është mas Rexhebi dhe para Ramazanit, ka thonë është muj që në këtë muj, veprat e vitit, një vjet rikferc, pe Ramazanit kalum, deri tash, te Allahu ngriten në këtë muj, mujnë Shaban. Dhe më thonë, qëtash parafërsisht edhe disa javë, 2 javë, ose 3, që dëhim në atë mujnë tjetër. E në këtë muj, ka thonë, ngriten veprat te Allahu, se si që dini ka me laqet munkerën në kirë, me laqet që i shkruajnë, njoni shumë të mirat, njoni shumë të këqijat. Apo, e me laqet, ato shkrimet e tyne, letrat, i qojnë të Allahu dhe i kallëzojnë për veprat e robëve. Ndasht mira, ndasht këqija, kofshin ato vepra. E për një vit, 12 muj, që i kanë mbledh, i qojnë të Allahu mujnë e ardhshëm. Çka vjen? E ka thonë pejgamberi alayhis salam, për këtë arsye, pse ngriten veprat te Allahu, ka thonë unë këtë muj du me kona gjerushëm, që edhe veprat kur ngrihen, ka thonë unë t'jem me Ramazan. Këtë hadithet ka transmetu Imam Nesaiu dhe Sheh Albani ka botë të vërtet. Dhe hadithi është i vërtet. Prandaj në këtë muj, thuhet që pejgamberi e ka agjeru shumicën e këtij mujt, nuk e ka agjeru komplet, do me thonë sikur që transmetohet nga Aisha, që ka thonë pejgamberi nuk e ka agjeru përveç Ramazanit komplet as një muj. Përveç në mujnë Shaban agjerojt e shumë, qaqë sa thojshim e ka agjeru shumicën e mujt. Do me thonë, këtë muj preferohet me agjeru ma tepër, në mujnë Shaban, një muj para Ramazanit, mujnë e ardhshëm, me shtue agjerimin, tanë të ejnëte, naj ditët e bardha e kështu me radhë, ose naj ditë tjetër ma shumë. Gjithashtu në këtë muj preferohet edhe kush ka borgje,
dikush shkon i smut, dikush shkon në udhtim, gratë kur i kanë pas për shembull mujorshët e tyne, e ju kanë met të vitit kalum i shansën e fundit domethënë e kanë me agjeru në muajin e ardhshëm, muajin Shaban. Se transmetohet nga dietarët në librat e hadithit se Aisha radhiyallahu anha ka thonë, une shumicën e herave nuk kam mujt me agjeru ditët që më kanë mbet për Ramazanit vetëm se në muajin Shaban para Ramazanit tjetër. Do me thonë, këtë muaj preferohet edhe me i kompenzu ditët, me i bo kaza, ato që ju kanë mbet për x arsye të ndryshme, dikush me smundje, dikush me udhëtime ndryshëm, edhe s'kan mujt me agjeru, i agjerojnë në këtë muaj. Dhe me këtë muaj, do me thonë, pregaditen për me hi në Ramazan. Dhe një gjë tjetër që duhet në këtë muaj me e bo, për mu pregadit, për me hi në Ramazan, është se mu pajtue ndërmet veti, njerëzit. Se ka thonë Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, shoku i pejgamberit, njëri prej shokëve më të mirë dhe më të ngushtë pejgamberit, ka thonë nuk ka bo vakit e ne, shokët e pejgamberit, që të vijë Ramazani dhe ne të him në Ramazan edhe ne të idhnum ndërmet njëri tjetrit. S'ka bo vakit, ka thonë, këtë jena pajtu para se me hi në Ramazan. Gjithashtu është cek në një hadith që transmetohet nga Imam Muslimi se pejgamberi alayhis salam ka thonë para Allahut ju i paraqiten veprat prej melaqeve, i paraqiten Allahut ditën e hanë dhe tajte. Edhe Allah azza wa jall ja fal çdo kuj që ka qenë besimtar në këtë ditë, edhe që nuk i ka bërë shirk Allahut, nuk e ka mohu Zotin, ose nuk i ka përshkruajt Zotit shok, nuk i ka përshkruajt Zotit ortak. Ka thonë këtë ja fal Allahut, kush është besimtar dhe si ka bërë shirk Allahut. Ka thonë përveç ndërmjet atyne personave që ka idhnim, që ka shahna është përmend në hadith, që kanë hasamlëk, hasmëni, idhnim, nuk folin, për fat keq, kjo është, si me thonë, një dukuri negative. Ka thonë atëherës me laqet thojnë, utruku hadheni hatta yastaliha. Leni këto dy persona që janë të idhnum ndërmjet veti deri sa të pajtohen. Do me thonë, Allahu nuk ja u falë deri sa të pajtohen. E kur të pajtohen, Allahu ja u falë. Kjo hadith e ka transmetuar Imam Muslimi. Tash ne vëllezër në nderum, jena edhe pak në muajin Shaban. Do të ngriten veprat e vitit, kalum, Ramazani i vjetshëm që e kanë agjeru, edhe gjithë ato namazet, xhumoja, namazet që e kena falë. Edhe veprat e të shtashme. Kanë më ngrit muajin e ardhshëm. Po edhe o cek që pejgamberi ka thonë, pa u pajtu njerëzit, Allahu nuk ja pranon veprat edhe nuk i falë, edhe nëse është besimtar, edhe nëse nuk i ban shirk Allahut, mirë po ka idhnim me vllahun e vet. Për fat keq, idhnim me babën, ai tjetri idhnim me nanën, ai tjetri idhnim me vllajin, ai tjetri idhnim me djalin, idhnim me motrën, nuk i fol vllahut, nuk i fol motrës, për fat keq. Kjo është bën dukuri, mos thom çdo shtëpi, po çdo dytë në shtëpi sallam, ato me garanci. Për fat keq na i shohim, a din o bën një dukuri negative. Njerëzit nuk folin për kur gjo hiq, për fjalë të kota, për punë pa lidhje. Është cekën e në për hadithe tjera, se ato njerëzit që janë të idhnum, nuk ju ngritën veprat më shumë se sa të veshët. Do me thonë ato jesin këtë dunja, jesin në tokë, nuk shkojnë të Allahu. E për me shku të Allahu, duhet njerëzit sidomos për punë dunjas, për punë pa lidhje, për mohabete kotë, për punë të vogla, duhet me ja falë njëri tjetrit. Pa ja falë njëri tjetrit, nuk na falë Allahu neve. Nuk na i pranon veprat Allahu neve, edhe nëse jena besimtar, edhe nëse nuk bëjmë shirk. Mirë po, idhnimi është ma i keq, se idhnimi nuk t'i pranon Zoti veprat, thot linin tokë. Edhe ato jesin, nuk ngriten pa u pajtu. Prandaj, mos i rrezikojmë Ramazanin tonë. E kena agjeru vjetë Ramazanin 30 ditë, nxehtë i madh, pa bukë, pa hongër, pa pi. Gjithashtu, kena bon sa vepra, sa namazi, sa ajo plot vepra, sadaka nafile, kujdiune, çka mos. E tash e rrezikojmë punën për pse jam idhnu me vllajin, jam idhnu me motrën, ai tjetri si folën babës, si folën nanës, a çaj babë ka prunë këtë dunjë, çaj nanë. Për shembull, jena bon njerëzi paksa, si me thon, të egër, njerëzit këqi, pse thom njerëzit këqi, se pejgamberi ka thonë, më i miri prej jush është ai që sillet mirë me familjen e vet.
është një prej simboleve, një prej shenjave, na nuk e dim që ka njëri në zemër, se zemrën kërkujna si ja kena qelë, po një prej shenjave që njëri nuk është i mirë, po është i keq, është që s'folën me familjen e vet. Nuk sellet mirë me babën, me këtë dunjon mirë, mohabet, dashni, ku je vëlla, ku je, babës vet si fol. Baba i fol që ja kthen krijen. Nona i fol se ngon. I folën vllaun mo mos vetim. Se më ndor hiç. Motrën halo ma hiç. Atëherës pejgamberi ka thonë ai që sellet mirë me familjen e vet, është më i miri për juve, për muslimanëve do me thonë, që i sellet mirë ka thonë, edhe ka thonë unë sellem mas miri me familjen time. Pejgamberit sa për ditoni, mos e zgat shumë. Djemtë e miqës vet ja kanë marrë shtëpijat, nëse se keni ditë. Në Mekë, kur i kanë thonë ja Resulullah, do shkoj shtëpinë tonë, ka thonë cilën shtëpi, ka thonë unë s'kam shtëpi. Po ka thonë çka? Ka thonë ma ka marrë ai djali i miqës vet, ai Fadli, ai djali i miqës ai tjetri. Ka thonë ma ka uzurpu, edhe pejgamberi s'ja ka li prap. Se kur e ka çliru Mekën, ai ka mujt me ja marrë edhe me fuqi, edhe me të mirë, edhe me krejt. Mirë po ka thonë çka u ka marrë para çlirimit, ka thonë është fisabilillah. Sadaka, e ka lënë. I kanë bërë zullum, ja kanë marrë shtëpinë, ja kanë marrë pasuninë, kanë ndesh me mbyt, e kanë çit pi shtëpie. Me radh. I dini rastin e Bulehebi, thonë gruaja vet ja ka mush para dere me therra pejgamberit. Ama pejgamberi këtë vija u ka fal. Se ka bërë të madha, kupton, për punë kësaj dunjoje nuk u mërzit shumë. Edhe për çat arsye Allahu ja ka fal atij edhe ja ka fal shokëve të pejgamberit. E na i dhënohemi për një pllom tokë, i dhënohemi për një pjesë trashëgimisë baba që e ka lënë, po okej, që baba e ka lënë. A ki drejt ti me thonë unë s'du pe babës? Ki drejt, është drejta jote, mundesh me e anulu drejtën tënde ja fal vllaznive tjerë ose motrave tjera. Edhe kërkujt kur gjon. Përveç i krahat bismillah, çon sabah puno, banoj Zotin e mësu i dhëno me vllajin për punë trashëgimisë as me motrën. Falja e në vllajt e në motrës. Thuj para Allah e juja është, unë s'du hise pe babës, edhe ditën e mirë mundesh këtë, kjo është e drejtë sheriatike fetare, çish dush thuj, është e drejtë e personit, po edhe sot mundesh me fal. Ja fal tokën vllajt, babës, atij motrës, edhe ditën e mirë nuk i dhënohesh. Ka me të puna për një pllom tokë me i dhënu, jo vllaj edhe motra e më dashur se një pllom tokë. Një pllom tokë nuk ban as zengin, as beg, as pash, as kur gjon s'ban. Një pllom tokë, vorri duhet ma shumë se sa një pllom tokë. Vorri duhet 2 metra. A një pllom tokë s'është as për një varr, a kupton? Kështu që nuk ka nevojë njeriu si zakon na për vorrehim, na për vakëf, që i kanë lënë yjet të parë tonë pleqt. Kanë lënë fisabilillah, filan ora është vakëf për Allah. Nuk është as e jemi, as e atij, ajo është vakëf e Allahut është. Prandaj nuk ka nevojë për gjona të vogla mu i dhënu. A kupton? As me mojt i dhënim, as me të gjithëve duhet me ju fol, me i dhonë selam, me i marrë me të mirë, duhet me ja fal njëri tjetrit nëse dojna që Allahu me na fal neve. Dhe kjo është një prej gjonave që duhet me bëhe, janë këtë muj, janë muj në ardhshëm. Mos me na zonë Ramazani pa u fal ndërmjet njëri tjetrit. Dhe gjithashtu muj i tretë dhe i fundit, dhe me këto dhe përfundoj nuk du me zgat ma shumë, që është i këtyne 3 mujve të mëdhoj, është muj Ramazan, dihet, është mbreti i mujve, muj ma i madh i vitit, muj ma i madhnishëm, këtë muj ka nis me zbrit Kurani, në këtë muj Allahu i fal mas shumë të robrit e ti prej mujve, në këtë muj hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemin, lidhen shejtant, këtë muj është një natë që ajo natë është më e mirë se sa 1000 muaj tjerë, ajo është nata e Lejletul Kadrit, që është më e mirë se 80 kusur vjet. Prandaj këto janë ato 3 muaj, për muajin Ramazan nuk e shoh të arsyeshme dhe shumë mu xhanu, më shumë besoj që në moment ka nevojë me fol për muajin Rajab dhe Shaban, se muaji Ramazan henes do vijë, henes do folin hoxhallart. Mirë po pa u ndrejç në këto 2 muaj, mos thom kot, po gati se kot e kena Ramazanin. Kot e kena që mbajnë Ramazan kur Ramazani nuk shkon tërma. Kot e kena që apim sadaka, kur që sadakaje nuk shkon tërma te Allah. Kot e kena që falna namaz teravije, kur që teravija nuk shkon pjetë te Allahu ta pranoje. Prandaj duhet me ja fal njëri tjetrit, vllai vllajt, vllai motrës, djali babës, djali nanës, e tjerëve, kojshive, akrabave, mixhallarve, dajallarve, krejtve, mu pajtu ndërmjet veti, nëse dojnë Allahu me na i pranu këto veprat e mëdhoja, agjerimin, sadakan, namazin e natës, teravis, e kështu me radh, do në herë mu pajtu ndërmjet veti, që Allahu me i pranu veprën, mos me thonë linja derisa të pajtohen. Nëse e bim punën linja derisa të pajtohen, atërës prap
obligimin na duhet me kry, ama nuk ngrihet në hava, nuk shkon te Allahu, jetë në këtë tokë. Prandaj nuk është bashkot, po nga të kotit është me u fal e ti dhnu me babën, me vllajën, me migjen, me atjetrin. Prandaj ka thonë një dietar Ibn Rajab, ka pas emrin ka thonë dietar i madh edhe nxënës i Ibn Tejmijës, ka thonë ai që nuk përgatitet muajin e Rajab, dhe ai që nuk përgatitet muajin Shaban, do ta ketë vështirë që të përfitoje në muajin Ramazan. Për fat keq e ke po, në Ramazan disa njerëz angazhohen me tregje, pazar, biznes, liga, deri në sabat të këshirë, Liga e Evropës, Liga e Botës, Liga, ku e di unë, Liga e Afrikës, tërlifar liga pa lidhje. Kur ta shofsh në xhami nuk del taravin me fala, ja se hoxha e mzgat. A për shembull me këshirat ligën me sahat nuk është në punë e madhe, ose angazhohet me gjona dytësore, nuk po them që angazhohet me gjona haram, po me gjona dytësore që s'janë për momentin të vlefshme në Ramazan, angazhohet pse se nuk jena përgatit në muajin Shaban dhe muajin Rajab, prandaj kur vjen Ramazani tani na duket teravia e gjatë, na duket zahmet me dal namaz sabahit, na duket zahmet me dal namazet tjera, edhe agjerimin, a kupton, na duket i rëndë edhe krejt. Kështu që nëse jalismi prej tash përgatitemi, atëherë besoj që Ramazanin kena me pas shumë ma kollaj. E lusë Allahun e madhërishëm që Allah na jep bereqet në këto muaj, në muajin Rajab dhe Shaban, e lusë Allahun që t'i shfrytëzojmë këto muaj, e lusë Allahun e madhërishëm që Allah na mundson të arrijmë Ramazanin dhe Allah na i pranon veprat e mira tona dhe e lusë Allahun e madhërishëm që të pajtohemi ndërmjet veti edhe ma bëjni halal për mëzjatën e kuli qauli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.